Xhabir bin Hayyan, ushqua ndërmjet shekujve 8 dhe 9. Xhabir bin Hayyani, i mirë njohur në ambientet shkencore të Perëndimit si Gebel, i cili është forma latinizuar e emrit arab Xhabir, lindi në Tus të Horasanit në vitin 103 Hijri, që korespondon me vitin 721. Sipas kalendarit diellor, në Tus ai kreu studimet e tij të para, por më pas u shpërngul në Kufe, ku dhe i përfundoi. Transmetimet thonë se mësuesit e tij ishin princi Umejad, Halid bin Yazid bin Muavije dhe Imam Xhafer es-Saddiq, si dhe shumë studiues dhe shkencëtar të tjerë të kohës së tij. Më pas ai u vendos në Bagdad, kryeqyteti i kalifatit Abasit, i cili drejtohej nga kalifi Harun Rashid. Për zbulimet e tij mbi acidet, Xhabir bin Hayyani është konsideruar si një prej shkencëtarëve të parë modern në fushën e kimisë. Shkroi rreth 500 vepra, prej të cilave kanë arritur te ne vetëm 80 të tilla. Kimia nuk ishte fusha vetme ku Xhabiri dha kontributin e tij. Ai shkroi edhe libra të tjerë si traktate për logjikën, filozofinë, mjekësinë, shkencat okulte, fizikën, mekanikën dhe pothuajse për të gjitha fushat e tjera të shkencës. Ndër veprat e tij janë 112 librat, 70 librat, pjesa më e mirë e tyre u përkthye në latinisht, libri Peshores, nënvizon teorinë e famshme të peshores dhe përshkruan pothuajse tërë alkimin xhabiriane. Shkroi edhe Kitabu Rahme, libri i mëshirës, Kitabu Tagmi, libri i përqendrimit, Kitab Azibashsharki, libri i zhivës lindore. Një ndër punët e tij më të rëndësishme ishte El Kitab El Khalis, libri i përsosjes së Ikhlas, pra së përhershme, i cili u përkthye në frëngjisht më 1672. Vepra e Xhabir bin Hayyanit, veprat e tij formojnë një enciklopedi të veçantë shkencore. Në traktatin e gjerë dhe kompleks të Xhabirit janë treguar veprimet e nevojshme për përgatitjen e shumë përbërjeve si acidi nitrik, esenca e terpentinës, rrëshira e pishës, kaliumi, kripa e amoniakut, nitrati i argjendit, kloruri, mërkuri e tjerë. Për herë të parë jepet përshkrimi i disa veprimeve thelbësore në kimi, si destilimi, sublimimi, kristalizimi, zgjidhja. Referencë Qytetërimi arab nga Gustav Le Bon. Xhabiri kishte një njohje të thellë rreth substancave, njohje të cilën e kishte fituar me anë të vëzhgimit të mprehtë të fenomeneve, si dhe të eksperimentimit personal të hipotezave. Ai ka bërë edhe një ndarje të substancave që formojnë objektin e kimisë, duke i ndarë në 3 kategori. Secila prej tyre zotron karakteristika të veçanta të vendosura në bazë të epërsisë së njerëz prej 3 natyrave në vazhdim. Në 1, lëndët djegëse të cilat digjen plotësisht. Në 2, metalet që janë të farkëtueshme zotrojnë shkëlqim, prodhojnë tingull e nuk janë të heshtura si lëndët djegëse dhe substancat minerale. Në 3, substancat minerale që nuk janë të farkëtueshme por mund të shkërmoqen të kthehen në pluhur. Lëndët djegëse janë 5: squfuri, arseniku, mërkuri, amoniaku dhe kamfuri. Metalet përfshijnë kallajin, arin, argjendin, bakrin dhe hekurin. Xhabiri mishëron figurën e Hakimit, i dituri, i urtë, mësuesi, personazhi qendror në transmetimin e shkencave natyrore në traditën islame, i cili në mësimin e tij vë në plan të parë unitetin e shkencave. Xhabiri përpunoi gjithashtu një filozofi të tij mbi natyrën, si dhe një metodë për studimin e shkencave të ndryshme, që të dyja këto kanë ndikuar të gjithë studiuesit e shkencave natyrore që erdhën pas tij. Ai vdiq rreth vitit 815 sipas kalendarit diellor në fund të shekullit Hijri. 2 shekuj pas vdekjes së tij, gjatë punimeve për ndërtimin një rruge të re në Kufe, u zbulua laboratori i tij.